Jam Klajdi Sotiri, unë jam me origjinë nga qyteti Saranës. Po ti Luzim? Lindur e rritur në Prez. Përshëndetje dëgjues dhe shikues të Buçi Podcast. Ndotja e lumit ishën. Shqiptarët po zgjon dita ditës, por shqiptarët janë tim komum, por jo të ndërgjegjësuar. Problemi i ishmit nuk zgjidhet domethënë nga një person ose nga një fshat. Problemi i ishmit është do zgjidhje sistemike. Kalojmë zinxhirin ushqimor, pastaj kalojmë nga kafsha dhe te njeriu. Goditja e nervave ndodh shumë shpesh nga metalet e rënda. Ka shumë mundësi që kjo të jetë për shkak të ndotjes së lumit. Domethënë lumi nuk është një problem vetëm ekologjik, edhe një problem estetik. Është çështje e shëndetit publik. Unë jam një fshat vogël aty që nuk është kanë parë gjithë botën. Ama korrektësia aty ishte tepër e vlefshme. Duhet njohur gabimin që të dish më vonë se çfarë duhet bër ndryshe. Këtu e kam pasur në klasë po mbledh ça është ka ikur na mendorja këtu apo çka ka. Edhe vret më një njeriu e bën muhabet me shokun në një tavolinë e 5 veta do dalin njëri që do thojë që dalë vllai se ata kot nuk po e bëjnë, diçka e kanë. Ç'do duhet të bëjë burim. Ti do Gjermani vlla shikoj në internet, ti ke gjatë në rregull. Ç'pun ke ti me lumin e ishmit.